Është zhvilluar në kishën e Thënë Teodorit në Vlorë mesha e shenjtë të enjtes në vigjilje të Pashkës. Prezent në meshën e shenjtë për të marrë pjesë në ritualin fetar të vigjiljeve, një ditë kjo tepër e rëndësishme, edhe kandidati për deputeti Aleancës për Shqipërinë Madhështore nga Partia Bashkimi për Drejtat e Njerëzit, Petro Gjikuria, por edhe kreu i Partisë Bashkimi për Drejtat e Njerëzit, Vangjel Dule. Si besimtar ortodoks, njerëz të përkushtuar të Zotit, Gjikuria dhe Dule kanë marrë pjesë në meshën e shenjtë për këtë ditë hyjnore të Zotit, e cila këtë vit përkon me të njëjtën ditë dhe me Pashkën Katolike, që festohen në mbar botën si ditë të shenjta të besimit. Kjo mbrëmje e shenjtë më gjeti në kishën e Shën Teodorit në Vlorë, në meshën e të enjtes së madhe në vigjilje të Pashkëve, mes dritës të qirinjve dhe aromës të mjanit, zemra u mbush me paqe dhe reflektim. Në eshtjen e shenjtë të kishës, çdo fjalë lutje ndjeu peshën e shpresës dhe ringjalljes, ndjesi që na përgatitin për ditën e Pashkës. Zoti me ne, shkrua në rrjetet sociale në Facebook Gjikuria, duke ndarë disa momente në fotografi nga mesha e shenjtë. Pas përfundimit të meshës së shenjtë, Gjikuria është takuar nga afër me besimtarë ortodoks të qytetit të Vlorës për të ndarë së bashku mendimet që i përkasin fushave të ndryshme të jetës sociale dhe ekonomike të qytetit dhe jo vetëm. Si njeri i Zotit edhe njërë Petro Gjikuria ka treguar se është një besimtar i devotshëm në krah të çdo besimtari në ditët e shenjta të besimeve fetare, jo vetëm një zë i fortë për problematikat e tyre, por edhe një njeri familjar i përkushtuar dhe me vlera.